për procedurë, zoti kryetar, unë mendoj që do t'ishte e mençur, do t'ishte kujdesshme, do t'ishte e nevojshme dhe e dobishme që ky komision përpara se të kalonte sot kundër pro, abstenim miratohet. Një ligj kaq kompleks dhe kaq teknik, do thoya të zhvillon disa seanca dëgjimore. Unë besoj që të gjithë ne kemi nevojë të sqarohemi për këtë punë. Mendoj që të gjithë ne duhet të shqetësohemi, veçanërisht kur marrim nga qeveria përgjigjen që i vetmi institucion operator që përmbush kriteret për të realizuar këtë identitetin digital që është e ardhmja shumë e afërt e vendit, i vetmi që e përmbushën që ka Akshi. Përmbush kriteret. Sot për sot, Akshi është struktura shtetërore e zhytur në skandale të gjitha llojeve, korrupsion, krimi organizuar, rrëmbim, pengmarrje, ku diun se çfarë, ku gjysmën e njerëzve i kanë kërkim që kanë operuar me ata, gjysmën e detyruesve i kanë burg, gjysmën tjetër bëhen gati me shku në burg. Mendoj që nëse jemi në tilla kushte, e rëndësishme është që edhe ne vetë të kthjellohemi si komision. Jemi për dhënë mendimin sigurisht, po nëse duam të japim një mendim të pjekur, një mendim të mençur dhe të përgjegjshëm, duke pas parasysh situatën, mirë është të zhvillojmë disa seanca dëgjimore me ekspert, me Bankën e Shqipërisë, me operatorët të ndryshëm, se di që ofrojnë shërbimet elektronike, ku nëse çfarë, në mënyrë që edhe ne të kthjellohemi dhe të sqarohemi. Sepse në qoftë se jemi në një situatë ku, domethënë, shkojmë ku shkojmë, do shkojmë prapë kemi Linda Kaçanaj që jeton me qera. Me kona as vetë se di ka ku i paska vilat, i nga troka. Ulsi. E kupton? Dhe kjo është zgjidhja e vetme që kemi, unë mendoj se nuk është zgjidhja. Edhe japim kohë vetes, por edhe shikojmë se si mund të implementohet, se është e nevojshme, sigurisht që është e nevojshme. Të kemi një kuadër ligjor dhe të paraprim kësaj. Por në një situatë kur të dhënat tona elektronike ka të paktën 10 vjet që ona i kanë në dorë patronazhistët, o e vine i marrin sa herë kanë qejf iranianët dhe i nxjerrin online, të gjitha dhënat sensitive të këtij populli. Në fund fare na del që pas kanë shitë, pas kanë pas ble vet Akshit dhe drejtuesit e tyre, të cilët janë në burg ose në kërkim, jo nga drejtësia e Saliut, po nga kjo drejtësia e re e pavarura, do të thotë që mendoj që duhet të ndalemi, të mendohemi pak dhe të bëjmë të paktën disa seanca dëgjimore që të përpiqemi të nxjerrim. Mos ta çojmë në grop, aty ku ka rënë Akshi, të çojmë edhe këtë ligj dhe këto praktikë që nisin pa lindur akoma. Kjo është kërkesa ime për procedurë. Pastaj për pyetje s'ka nevojë se momentin kur themi që i vetmi institucion që përmbush kriteret domethënë për të implementuar këtë ligj dhe për të na çuar, për të na projektu drejtarët që ka Akshi, që nga kjo muhabet duhet me normalisht, po këtu s'është vend normal, ti i pari duhet me thonë, a çohemi mbyllimi çik se i vëmë drynin këtij institucioni derisa të krijohet një institucion tjetër që mos jetë vetëm Akshi, se e dim ku do e çoj. Akshi i kanë burg njerëzit. Kështu që kjo është kërkesa ime. Në qoftë se keni me shumë urgjencë, t'ia çoni Akshit që sot, mirë është bëjmë sa seanca dëgjimore se po ke Akshi do e çoni, po e çoni çik më vonë. Edhe bëni sikur dhe ju jeni të shqetësuar. Megjithëse jeni të shqetësuar. Këshill shumë miqësore. Faleminderit. Po faleminderit zoti Strazimiri. Në fakt duhet të ndajmë institucionin me individin. Institucioni është institucion, individët dhe përgjegjësia e individëve është tjetër gjë. E para, e dyta, unë njohova sugjerimin tuaj për të patur dëgjes, apo unë jam i bindur që sikur ftojmë dhe ekspertët më të mirë ndërkombëtar në këtë fushë, në përfundim prapë s'ke për ta ndryshuar mendimin për ato që the. Jo, jo unë. Prandaj thash, se unë jam rregull. Bëni të paktën sikur keni shqetësimin tim teorikisht. Po nuk bëjmë dot. Se po këtë do bëni. Jo, po ky është problemi se nuk bëjmë dot. Ishte një këshill shumë miqësore. Bëni sikur e keni këtë shqetësimin e Akshit. Thrisni cashun, sikur mendoni në fund fare keni arritur. Jo, shikoj se është problemi. Se ju po këtë do bëni ulsi. Nuk po bëjmë dot. Jo ti, e bën tjetër kush ti këtu vjen e kalon. Unë nuk ka problem se pjesë e kësaj majorancë jam dhe unë. Pikërisht pra. Në finale edhe këtyre individëve dhe institucioneve që i ke gjithë. Sigur të bëjmë 30 dëgjesa këtu, në përfundim, unë do bëj me këto kolegët e mi të majorancës njëtën gjë, ti do mbajsh po të njëtin qëndrim. Më kupton? Kështu që tani, ne... Nga individi, e Tirana, dhe
Po, lutem. Zoti Strazimiri, lutem. Merre fjalën për diskutim. Shiko, lutem. Nuk bëjmë dot. Do miratojmë këtë projekt ligjin. Po, pse do ta miratojmë këtë projekt ligjin? Se na keni kërkuar vazhdimisht si opozit të bëni gjasme sikur ju jeni pro ligjeve të integrimit. Se dhe ju, gjasme. Tani ky është një nga ato ligjët, më kupton? Shiko. Tani ana keni thënë në konferencë, o zoti Strazimiri, në konferencë të kryetarëve 1, në seancë plenare para 2 javëve, të seancën plenare të para 2 javëve, na keni thënë, a ka mundësi që qeveria dhe kjo majorancë të na thot kush janë ligjet e integrimit, të kësaj paketës integrimit, që dhe ju si opozit të mbani një qëndrim pro ligjeve të integrimit. Tani, ky është një nga ato ligjet, a më kupton? E marrë vesh më po e vdes pa lind ligjin kur thu i vetmi institucion që përmbush kriteret është Akshi. I ka të gjithë njerëzit në burg. Po ka dhe tjerë që mund të përmbushin kriteret. Tani, ore Akshi thot tashti sot për sot, pyetja ime është i vetmi institucion që përmbush kriteret. Cilin kriter përmbush kur janë që të gjithë në burg? Dakor. Pjesa që s'është në burg po përgatitet të shkojë. Lutem zoti Gazia,